Ujku që fliste me hënën. Në një pyll të heshtur, jetonte një ujk I vetëm. Ai nuk kishte frikë nga errësira, sepse çdo natë, kur hëna ngrihej ngadalë në qiell, ajo e mbushte pyllin me dritë të argjend. Ujku ulej mbi një shkëmb të lartë dhe shikonte hënën sikur të ishte një mike e vjetër. Çdo natë ai fliste me të, I tregonte për ditën e tij, për rrugët që kishte ndjekur dhe për ndjenjat që mbante në zemër. Nuk priste përgjigje me fjalë, por hëna e dëgjonte në heshtje dhe ndriçonte më fort, sikur t'i thoshte, jam këtu. Kur ujku ndihej I lodhur ose I trishtuar, hëna I jepte qetësi. Ai kuptoi se nuk ishte vërtet vetëm. Edhe në heshtje, dikush mund të dëgjojë, edhe pa fjalë mund të ndihesh I kuptuar. Dhe kështu, ujku vazhdoi të fliste me hënën çdo natë, duke mësuar se ndonjëherë mjafton të hapësh zemrën për të gjetur paqe. Na komentoni për rallën e radhës që keni dëshirë të krijojmë dhe na suportoni me një follow. Faleminderit nga 3D për ralla.